i ka hequr akreditimin apo vizën dhe nuk e lejojnë të hyjë si përfaqësues e televizionit armik në konferencat e shtypit të tij. Në të gjithë historinë e konferencave të shtypit këtij vendi në 32 vite, kjo është konferenca më e turpshme që të i kalon çdo lloj konference tjetër. Shikoni se çfarë kontrolli të tmerrshëm, se si ka arritur ai të detyroj pronarët e medjave, gazetarët, pronarët, drejtorët, që të paraqiten në konferencë shtypi pas një super skandalit të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë. Nuk ka akt akuzë më të rëndë se sa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat se sa kjo. Si mundet? Kur mediat e botës, kur shqiptarët në çdo votër diskutojnë ditë e natë për këtë problem, gazetarët në konferencë shtypi nuk guxojnë t'i bëjnë kryenarkosit të Shqipërisë një pyetje për një super skandal që përbën vjedhjen jo të 50. 50 janë në letër, në fakt janë 90 milion euro në tunelin e Llogaras. Në të cilin e qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, Edi Rama, Edi Rama. Sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur të vendoste Lubi Balluku. Jo. Ajo është vendim ekskluziv kur dhe miqtë e tij më të ngushtë e shkruajnë se geopolitikën e ka kryeministri, dhe e vërtet është ajo. Do themi, mos, nuk e ka ministri geopolitikën, jo. Geopolitikë e ka kryeministri. Pra, geokorrupsionin do them. Pra, nuk ka diskutim që Lubia është masha e tij, është instrumenti i tij. Por do të mashtronin shqiptarët në qoftë se do njihenin për përgjegjësë të parë Lubin dhe jo Edi Ramën. Prokurori i çështjes ka treguar, e them këtu, kurajo për zbatimin e ligjit. Ka marrë kërcënime direkte nga Edi Rama me telefonin e Ulzimanjes. Kërcënime direkte. Dhe prokurori i çështjes
është e vërtet që duhet formulonte absolutisht të njëjtën akuzë që ka formuluar në Lubis, por do ishim të pandershëm. Po të mendonim sa ata janë për i guri. Nuk janë për i guri, por ai punën e bëri. Ai punën e bëri. Ai tha se tuneli Llogaras është një vjedhje të mërshme. Si që dini. Dhe ne kemi të gjithë dokumentat se kryehajdut në atë aferë është Edi Rama. Lubi Balluku ka 18-20 dosje në skap. Merri vetëm një, po ju rikujtoj këtu, se asaj nuk i mahen mend Hajnit. E mori Unazën e Tiranës 13 kilometra e ndau në 14 tendra. Çmenduri korruptive. Por njëri në botë që mund ta bëjë këtë përveç një njeriu të papërmbajtur në vjedhje, nuk e bën atë. Se kuptohet që është vjedhje vetëm vjedhje. Por përsëri tuneli Llogaras është veças. Se tuneli Llogaras, Sultanesha Rahmetlie ishte me sultanin atje. Dhe thanë, takuam kartin, takuam këto kompanit edhe bën skemën më të turpshme. Anullon tenderin 130 apo 140 milion, hapen përsëri dhe erdhën ata me 180 milion, ja u dhanë atyre 50 milion më shumë, dhe në kundërshtim me ligjin, morën po gjokën në kontraktor. Po ka vjedhje më të hapur se kjo kurrë. Po shikoni miq. Do të dini një gjë, që kjo skemë është përdor absolutisht, po thuaj në çdo tender të punëve publike në Shqipëri. Si është përdor? Kanë shku ofertuosit me ofertën kaq. Jo. Kjo ofertë nuk punon, nuk vlen. Do sjellish ofertën me kaq, 2 fishin. Dhe ti ke 30%, unë kam 70% të saj. Por në këtë rast u demaskua se kryesori ishte i huaj. Po kjo skemë është përdorur në të gjitha punët publike dhe kemi denoncuar kaq shumë herë. E kemi denoncuar kaq shumë herë këtë. Dhe ai pragu që themi ne 99%, ai në fakt është 180%, është 250%. Se e bënë në këtë mënyrë, i thristin për para, shko, para që këtë ofertë me kaq, ndarja do jetë kjo. Mirë kësa herë u kapën. U kapën me, nuk janë 50, janë 90 milion, se 80 milion, po s'kansi. Tani, e them këtu, prokurori, për mendimin tim, e ka bërë punën e tij. Nuk janë prej guri. Nuk mund të them. Sepse ky i kërcënon. Ky i zhduk. Ky i thotë ke personal me mua, e zhduku. E zhduku Ervis Martinin. Ta di targën, i tha. Hiku. Si din kush na me nishon ati. Edhe i tjeti se kujtë tha para disa mujsh. E ke personal. Dhe po tha personal, a i të nxjerë bandat dhe të vret. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe
Nuk e di ka thënë këti, se këta janë dhe nuk i thonë gjëra që ai duhet ta denonzoj publikisht. I tha po jo ke personal këtë pa di, po e vërteta është që